Bravo! Njëzë shumë I jashtëzakonshëm. Faleminderit shumë Gjylsime. Faleminderit. Gjylsime, apo na tregon çështë ka mësu babi me mësu këtë këngë? A ki pas qef ti vetë me mësu, atë ka thonë babi, hajde ta mësojna një këngë bashkë. A ki zërë me mësu këngën? Zakonisht, kur kena qëllim me mësu në këngë, fillojmë prej vetur, ati janë shoj muzikën, edhe fillojmë prej vetur me kënu këngën, edhe mandej fillojmë në shpjek, kështu. Po sigurisht, Gjylsimi është veç 4 vjetë, po sa I kupton ndoshta edhe tekstet e këtyre këngëve? Po, I kupton dhe diku, po jo dhe krejt, pasi që edhe 4 vjetë edhe këtu është edhe njëkohësisht me 2 gjumë të eduku. Kena fillu prej moshës 3 vjeçare me qunë në qerdhe, që ta mësuje pak Shqipën, edhe që ta ketë si gjuhë parë gjuhën e nanës, edhe tash ka fillu edhe me gjermanisht edhe anglisht edhe pak si barë ka, ma shpresojmë se në shtëpi folim vetëm Shqip, edhe ja përcjellim vajzës gjuhën Shqipe. Shumë gjuhë për njëherë qenë ka tu I mësu që edhe na me kaq vjetë sa I kemi fështirë për njëherë me I kaptonat. Gjylsimes, më falë, a mundesh më na të regu se qysh ja shpjegon këtë frymën patriotike edhe qysh e merr ajo kësi mesazh? E merr shumë mirë, zakonisht tash ka fillu me veshjet kombëtare, me veshjet I ka pa, dhe mundona sa ma shumë që ta kuptoje frymëzimin shqiptar, edhe vajzës I pëlqen, e kam pas I pëlqen e ban Shqiponjen, ban djese, edhe duket shumë mirë. Simbolet tona, po për shkak për ftyrat heronjë tonë, I nje? Po I nje disa, për shembull Adem Jashari, këto ja kena spjegu, po ku të shkojmë edhe për pushime, do ta çoj edhe ta vizitoje. Në Prekaz. Pasi pa e këndon, po. Në pushime a shkoni në Kumanova edhe në Kosovë? Kur të shkojmë Kumanova, pa tjetër që shkojmë në Kosovë edhe në Shqipëri. Gjithmonë. Dhe me thonë me zje prit një verën me ardhe dhe me vizitu troje tona shqiptare. Çdo mëngjetar me nxjellën e presim dhe shkojmë me qep, me knatësi më të madhe. Gjylsimes, nuk po I shkon shumë zoni me pyetje, po me këngë nuk po I ndalet heq, kështu që po vazhdoj me një frymë të tillë zotri Agan. Çka ka përgatit tjetër Gjylsimja për ne? Ka pak tur, pasi është hera e parë që po është e kuptueshme. Intervistë. Po do të kënojmë edhe një 2 këngë tjera. Këngën tjetër që do ta kënojmë është Çaka Zogu. Që për qa, okej? Gjylsime, veç ngrete zonin pak ma shumë të lutem. Bërtit ma shumë bujt, në vokal më të më, okej? 3 4 Ka zogu që po qanë, ka rasë një ka zava,